Për shafo njerë? Oh, mirë se kjo ardë. A, Deja. Deja, të pëlqejnë bureket se i bën mami? Po. Shumë, ti ndihmon? Po. A je në shkollë? Po. Klasë të parë. Në klasë të parë, si po të shkon? Mirë. Ke bërë shumë shoqe dhe shok? Po. Tell them the name of the school. Shkolla Kosova. Po, emrin... Kosova. Po, është shkolla Kosova. Ha, si po duket Prishtina? E shijove sot gjatë ditës? Po. Të pëlqeu? Nëse do të eksplorojmë më shumë, do të shkojmë në muzeo etnografik, në katedrë, në librari, sepse Deja ka shoh në foto, libra. Wow, I want to go here! Është kurreshtare di më shumë. Bëm pyetje të shpeshta për historinë e shqiptarëve? Ç'a të intereson më shumë? Ç'a të bën përshtypje? Të pëlqejnë njerëzit, të pëlqen Shqipëria, Kosova? Which place do you like the most? Çfarë vendi preferuar në Shqipëri? Gjakova. Gjakova? Gjakova, okej. Nesër patjetër duhet shkoni edhe në Gjakovë. Sa dje që e bërë nën, Ali? Si e ke përjetu ardhje në jetë të Deja? Sa të ka ndryshuar si stili jetës edhe me punët që ke bërë? Po, në fakt unë kam shumë fatë, sepse punën tim, ka du punë, unë punë online me Politico edhe punë part-time me Euronews. Kur unë punë online, jam në shtëpi, edhe ka shumë kohë me Dejen. Edhe kur unë punon me Euronews, nuk është problem për të sjell Deja në studio me mua, edhe për shembull kur unë do të bëj një regjistrim në fshat apo në vendi jashtë studio, merr Deja me vet. Edhe Deja tani kupton edhe ka mësuar hapet tripod, mikrofon, edhe është rritur në televizion? Po. Do bëhesh dhe ti një prezantuese gazetare një ditë? Të pëlqen shumë, a? Okej. Edhe për mua, për televizë bashkë në gjithë Shqipëri, edhe takime njerëz, e vjetre, e vogël, nga gjithë vandi, edhe mëson për traditë, kulturë është it's more important nga matematika dhe apëtare. E vërtet. It's education, jo me ekran, bla bla bla. Aty është baza, çdo gjë kur e prek vet. Pa. Po thoje diçka Deja? A pyete diçka apo jo? Okej. Qa të pëlqen nga televizioni më shumë, kur shkon dhe shef mamin duke bërë regjistrime, duke shkruar diçka? Më pëlqen të shikoj qa po thuan edhe gjëra kështu. I jep ndonjëherë këshilla mamit, bëj kështu, vish këtë, rregullo flokët kështu? Po, edhe një herë në Gjakova, unë do të bëj një stand-up. Edhe ka njerëz, jam në qashierë e madhë, edhe ka njerëz, edhe Deja, mami, stop. Oh, kujdes, mami